Ky stacion autobus është në rrugën nacionale Mitrovica-Prishtinë, saktësisht në fshatin Shkabaj, është shndruar në një deponi ilegale mbeturinash. Në vend se ti shërbej qëllimit për çka është ndërtuar, ky stacion autobus është në rrugën nacionale Mitrovica-Prishtinë, saktësisht në fshatin Shkabaj, është shndruar në një deponi ilegale mbeturinash. Kështu është gjendja e pjesës ku qytetarët e presin autobusin ose zbresin nga ai. Përveç kësaj deponie në stacionin e autobusëve në rrugën nacionale Mitrovica-Prishtinë, një tjetër deponi ka filluar të krijohet në dalje nga rruga nacionale në drejtim të komunës së Kastriotit. Nëse mund të bëhet një zgjidhje e shpejt lidhur me këtë deponi dhe tjetrën më larg, do të kërkojmë përgjigje nga institucionet përgjegjëse. E kemi pastruar 2 herë deponin e njëjtë, megjithatë qytetarët e pandërgjegjshëm e kanë krijuar përsëri. Jemi në bashkëpunim me drejtorinë e inspeksionit për gjetjen e keqbërësve dhe marrjen e masave ndaj tyre.